kisha haruar pak blogun, por nuk haroj ndjesinë e të shkruarit. Periudha kur shkruaja në blog, sepse më pëlqen shumë në fakt të shprehem. Nëse nuk e bëj në blog, e bëj në Instagram ditët e sotme në mediat sociale për të motivuar veten rreth e parë, po edhe të rinjt e tjerë ose miqtë e mi që më ndjekin edhe që unë i kam shumë për zemër. E shkruara në fakt ka ardhur si pasojë e, jo si pasojë, po vjen që nga fëmijëria, ku unë e shikoja të shkruarën dhe mos në aspektin e të shprehur të ndjesive si një terapi, që unë të shpreha emocionet e mia, ndjeshmërinë time, atëherë kur mbase nuk mundesha dot ta flisja live siç e flasim në sot. Sot mendoj e gjej atë forcën, guximin, sepse përvojat, puna, njerëzit bëjnë sigurisht kanë atë efektin e tyre. Më përpara mendoj që ishte terapia ime si të shpreha disa ndjesi që ose koncepte që nuk ja shpjegoja dot njerëzve live, sidomos sepse jam njëri emocional dhe e marr çdo gjë, e marr me shumë empati, e marr jetën me shumë mësime dhe nëse nuk i shkruaja atëherë më duket sikur harroheshin dhe nuk doja t'i harroja mësimet e bukura që më jep puna, njerëzit, frymëzimet e të tjerë. Shumë e bukur.